Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ma ba'd. Të nderuar vëllezër dhe motra, njeriu është pragmatist dhe ka nevojë që çdo punë që e bën të marrë shpërblimin në fund të punës së tij. Dhe nëse dikush shkon një punë të caktuar dhe ka një rrogë të mirë, pa diskutim që ai jep maksimumin për të marrë këtë rrogë. Njeriu në vetën e tij është materialist dhe ka dëshirë shumë materiale. Pa diskutim që dhe muaji i begati Ramazanit është i gjatë dhe i mundishëm dhe ka nevojë për sakrifisa shumë mëdha nga ne. Por se Zoti i Gjithësisë na bën neve me përgëzime dhe na motivon për të vazhduar këtë muaj sepse shpërblimi është shumë i madh. Edhe pse njeriu nuk e sheh shpërblimin me këtë dynja, por se e sheh në botën tjetër. Pejgamberi alayhis salam thot një hadith kutsi, ku Zoti i Gjithësisë thot: "Çdo punë e bita Ademit është për të, përveç agjërimit, ajo është për mua dhe unë e shpërblej atë." Shive se çfarë përgëzimi i ka dhënë Zoti i Gjithësisë besimtarit. I ka dhënë që shpërblimi do të jetë në dorën e Zotit. Nëse dikush prej nesh do të kishte një pronar që është shumë bamirës, do shkonte të punonte tek ai, do punonte me gëzim dhe me motivacion shumë lartë, sepse fund fare do merrte një rrogë të mirë. Imagjinoje nëse ket e jep bamirësi i bamirësve, krijuesi i gjithësisë, të premton që shpërblimi është në dorën e tij. Që shpërblimi është shumë i madh. Siç ne e dimë, një punë e mirë shpërblehet 10 fish deri në 700 fish. Madje agjërimi është në dorën e Zotit se nuk e din askush përveç Zotit. Për faktin sepse agjërimi është një nga adhurimet që është mes teje dhe me Zotit. Askush nuk e din këtë agjërim që ti e mban apo jo përveç se Zotit. Çdo adhurim tjetër e shohin njerëzit. Namazin e shohin duke u falur. Haxhin e shohin duke shkuar duke bërë ritualin. Zakatin e shef ai që merr atë pasuri që t'i jep. Agjërimin nuk e shef kush përveç se Zotit. Prandaj dhe Zoti i Gjithësisë e ka garantuar shpërblimin dhe e din vetëm ai. Sepse sa më i devotshëm është njeriu, sa më shumë përpiqet dhe sakrifikon për agjërimin, aq më shumë merr shpërblim tek Zoti i Gjithësisë. Ne lutem Zotin e Madhëshëm që na pranojë këtë Ramazan të bekuar dhe të na bëjë për atyre që ta marrin këtë shpërblim dhe të gëzohemi ditën e gjykimit. Zoti pranon. Ramadan